Civil Media. Të nderuar të pranishëm, zonja e zotëri, dua edhe unë të ndërlidhem në një prej pointës të paraforcëve që është mirë në këto debate që të ketë prezencë edhe nga përfaqësuesit e qeverisë, nga Ministria e Drejtësisë, si dhe nga partitë politike të cilat janë vendimtare në sjelljen e projekteve ligjore, dhe ato janë më së nevojshme që të ndëgjojnë këto debate të hapura. Përshëndes këtë iniciativë të Civilit dhe dua që t'ja prezantoj para juve qëndërimet e Lëvizjes Besa, duke ju njoftuar që Lëvizja Besa si parti politike ka marrë pjesë edhe në grupet punuese të organizuara nga Ministria e Drejtësisë, ku janë diskutuar rreth kësaj teme dhe temave tjera të lidhura me proceset zgjedhore. Në fillim dua edhe unë t'ju tregoj që Lëvizja Besa e ka qëndrimin e saj që mbështet listat e hapura preferenciale, diçka që cila do të kontribonte në demokratizimin edhe brenda partijak, por edhe në filloj mënyre lidhshmërinë e votuesve me të zgjedhurit e tyre, dhe në anën tjetër do të jetë mundësi deputetëve që të thirren në elektoratin që i ka zgjedhur. Deri më tani nuk ka një falloj ndarje të qartë të mbështetjes të deputetit vizavi mbështetjes për partitë politike, për atë shkak shpesh deputetët janë të duhet të mbështesin qëndrimet e partive politike, fundit ato garojnë edhe në listën e partisë politike, mirë po edhe s'ka ndarje të qartë të votave të marrë për mandatin e tyre, për shkak se votohet për një listë në përgjithësi. Dhe nga përvoja e deri më tanishme kemi parë që disa figura të partive politike kanë qenë edhe më tutje bartës në listave dhe kanë qenë të përzgjedhur edhe më tutje edhe mbas punës të tyre të pasuksesshme ose edhe aferave të ndryshme që i kanë ndjekur gjatë rrugtimit të tyre politik. Në këtë mënyrë votuesi do të mundet që ta zgjedh kandidatin për të cilin ata do të votojnë dhe do të ketë një fillojmë lidhshmëri më të përafërt ndërmjet votuesit edhe kandidatit. Sa i përket çështja e listave të hapura preferenciale, siç dëgjova nga diskutimi deri më tanishëm, edhe përfaqësuesit e partive të tjera politike, po edhe nga partia në pushtet, është diçka e cila është e pranueshme dhe shpresojmë që kjo do të jetë një realitet në zgjedhjet e ardhshme që do të mbahen në Republikën e Maqedonisë së Veriut, dhe mbasi që nuk ka pengesa deri më tani deklarative prej subjekteve politike. Sa i përket pjesës të modelit zgjedhor, Lëvizja Besa në bazë të analizave të saj që ka patur me grupet punuese brenda partijake, po edhe konsultimeve me ekspert të lëmisë, deri më tani thot si propozime ka që jemi për ndryshimin e modelit deri tanishëm prej 6 njësi zgjedhore në 3 njësi zgjedhore. Dhe atë bashkimin e njësi zgjedhore numër 1 dhe 2 në një njësi zgjedhore, 3 dhe 4 në zonën e dytë dhe 5 dhe 6 në zonën e 3 zgjedhore. Pse jemi për një model të këtill me më shumë njësi zgjedhore se sa një njësi zgjedhore, cili është një prej po ashtu propozime dhe ideve që prezantohet tu edhe nga subjekte tjera politike, është pse ne mendojmë mbas të eksperiencës që kemi nga disa shtete në rajon, por edhe disa mendime, disa ekspertëve të lëmisë, ekziston rreziku që listat zgjedhore do të ishin përpiluar përsëri me më shumë kandidat prej zonave prej të cilët do të vlerësohesh se do të mund marrin më shumë mbështetje dhe do të ishte pa përfaqësuar një pjesë e rajoneve në shtet, në vend, dhe për këtë shkak për të kontribuar që sa më shumë të jenë përfaqësuar si përmbajtësisht, po ashtu edhe gjeografikisht, është mirë që ne mendojmë që duhet të ketë më shumë se një njësi zgjedhore.
Sa I përket modelit, do të theksoj se kjo është një konkluzë jona dhe qëndrimi joni deri më tanishëm, por është diçka për të cilën mendojmë që duhet të ketë një konsenzus të gjarë dhe jemi të hapur për bisedime me argumente për të ardhur deri te modeli më I mirë për zgjedhjet e ardhshme, duke patur parasysh listat e hapura preferenciale. Në një njësi zgjedhore, po ashtu ekziston siç është tema e debatit të sotëm, perspektivat zgjedhore, patjetër për të diskutuar perspektivat duhet që të analizojmë edhe retrospektiva. Dhe për fat të keq në proceset në ciklet zgjedhore deri në tanishme në vend, ndonjëherë edhe armiqt më të mëdhej politik koordinohen për ndonjë kur kanë interesin e përbashkët, kështu që ka patur shpesh raste kur nga fundi I ditës zgjedhore është bërë një farë marrëveshje ndërmjet subjekteve politike për të shfrytëzuar ato votat e mbetura nga I vend votim dhe në atë mënyrë është shtuar numri I votimeve në disa zona dhe për këtë shkak ne mendojmë që do të ekziston ky rrezik edhe më tutje për atë shkak për shkak të mos mundësisë për kontrollimit në gjithë territorin e vendit nga të gjitha subjektet politike me theks të posaçëm dhe subjektet politike shqiptare. Falni. Do thotë propozimi është që të ketë 3 njësi zgjedhore me bashkimin e 2 njësi zgjedhore deri më tanishme, të cilat do të kishin gjeneruar nga 40 mandate deputetësh dhe në atë mënyrë do të kishte 120 deputet prej 3 njësive zgjedhore deri më tanishme. Me këtë bashkim të njësive zgjedhore do të kalohej edhe çështja e pengesave dhe asaj që u përmend edhe nga disa parafolës, ndarjes të disa qyteteve, vendbanimeve në 2 njësi zgjedhore dhe mos patjet pasqyrës të qartë që cili deputet cilën zonë zgjedhore e përfaqëson ose në mënyrë të palogjikshme në disa qytete janë të ndara, siç janë qyteti komuna e Çajirit, qyteti I Dibrës dhe I Kërçovës, dhe mbasi që ato janë një komunë dhe të mbahet kompaktësia e tyre, është mirë që ato të jenë të bashkuara në një njësi zgjedhore. Pikë tjetër që desha ta përmend, që është me rëndësi në procesin zgjedhor, është edhe çështja e listës zgjedhore, si ra përmend këtu nga disa parafolësve, shumë e rëndësi që të krijohet mekanizmi më I suksesshëm, më eficient për pastrimin e listës zgjedhore, por edhe për regjistrimin e votuesve të cilët kanë të drejtën e tyre kushtetuese në bazë të shtetësisë dhe në bazë të moshës të cilën ato e mbrin para procesit zgjedhor. Siç e dim deri më tani, për shkak të disa aspekteve procedurale, ndodh që shumë prej votuesve nuk e gjen veten e tyre në listën zgjedhore dhe kjo duhet të kalohet në atë mënyrë që të mundet ai votues I cili ka 18 vjet në një ditë para ditës zgjedhore që të ketë mundësi të votojë atë ditë dhe po ashtu të bëhet një farë implementim edhe përdorimi edhe I teknologjisë moderne, diçka e cila është prezantuar edhe në një prej konferencave të organizuar nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor, që të merren praktikat nga shtetet perëndimore në atë mënyrë që të mund të bëhet kontrollimi I votuesve, emrave të votuesve për ta evituar shëtitjen e tyre në ditën e votimit ose demoralizimin e tyre dhe heqjen dorë nga shfrytëzimi I të drejtës së tyre për zgjedhjet. U përmend edhe diaspora, diçka që me drejtë nuk ka funksionuar në të kaluarën ashtu si duhet, aq më tepër që në ciklet zgjedhore për shkak të kufizimit të numrit të votuesve në një vend votim në përfaqësinë diplomatike, është dashur që të udhëtohet shumë larg prej shtetave tonë në diasporë dhe ato nga pas këtij maltretimi kanë hequr dorë dhe si rezultat I saj në zgjedhjet e fundit presidenciale kemi patur një numër të vogël të votuesve që kanë dalë të votojnë në përfaqësi diplomatike, ndërsa harxhimet të cilat janë bërë për këtë proces kanë qenë mjaft të larta. Për në fund duhet ta përmend edhe çështjen e rregullimit të finansimit
të fushatës, finansimin e partive politike dhe të fushatës, diçka e cila në zgjedhjet e fundit presidenciale u tregua si jo e definuar qartësisht dhe në bazë të interpretimit të ligjit kishte vështirësi dhe duheshte në fund partitë pjesëmarrëse në garën zgjedhore të arrijnë një lloj kompromisi, marrëveshje politike. Është mirë që në të ardhmen këto gjërat janë të definuara pastër në ligj në atë mënyrë që të mund të ketë qasje të barabartë të kandidaturave dhe mos lihet në vullnetin e partive politike që determinojnë që si do duhet implementohet një model. Vazhdojmë të jemi të hapur për shkëmbimin e argumenteve dhe diskutimin rreth kësaj teme si subjekt politik, gjithmonë në interes të përsosjes sa më të mirë të këtij procesi, që të mund të reflekton pasqyrën edhe multietnike, por edhe pasqyrën e partive politike relevante në rezultatet e ardhshme zgjedhore, duke patur një model i cili do të jetë më i mirë për të plotësuar këto nevoja. Faleminderit. Civil Media